Çfarë ndodh kur fshikësa humb kontrollin? Humbja e kontrollit të fshikësës çon në urinim të pakontrolluar, i cili është një problem i zakonshëm dhe shpesh herë i bezdisshëm. Ashpërsia e këtij problemi zakonisht shkaktohet nga rrjedhja e herpasershme e urinës gjatë kollitjes apo teshtitjes, ose kur keni nevojë urgjente për të urinuar, papritmas dhe fuqishëm, ndonjëherë duke mos arritur në tualet në kohë. Nëse urinimi pa kontrolluar ndikon në aktivitetet e përditshme, nuk duhet të hezitoni të kontaktoni mjekun tuaj. Për shumicën e njerëzve, ndryshimet e thjeshta të jetesës dhe trajtimet e thjeshta mjekësore mund të lehtësojnë sikletet ose të parandalojnë këtë problem. Simptomat. Disa njerëz pësojnë humbje të kontrollit të fshikësës her pas here përmes rrjedhjeve të vogla të urinës. Tek njerëzit e tjerë, kjo ndodh shpesh dhe në disa raste rrjedhjet janë më të larta, kështu që ata shpesh duhet të ndërrojnë rrobat e tyre pas një incidenti të tillë. Mos përmbajtja urinare. Urinimi pa kontrolluar klasifikohet në disa grupe. Stresi i mosmbajtjes. Me këtë lloj mosmbajtje urina rrjedh kur ushtrohet presion tek fshikëza nga kollitja, teshtitja, qeshja, ushtrimi ose ngritja e ngarkesave të rënda. Mosmbajtja urgjente. Atëherë ekziston një ndjenjë papritur intensive për urinimin dhe humbje të shpejtë të detyruar të urinës. Atëherë ekziston nevoja për urinim të shpeshtë, përfshirë dhe nevojën e shpeshtë për urinim gjatë natës. Mbajtja urgjente mund të shkaktohet nga një dëmtim i vogël i një gjendje mjekësore siç është infeksioni, një gjendje më e rëndë siç është një çrregullim neurologjik ose diabeti, mosmbajtje të imbushur. Përjetohet si rrjedhje e vazhdueshme e urinës ose urinimi i shpeshtë, por pas kësaj, fshikëza nuk është plotësisht bosh. Mosmbajtja funksionale është rezultati disa defekteve fizike ose mendore të tjera, që bëjnë që pacienti të mos arrijë me kohë në tualet ose të urinojë siç duhet. Për shembull, njerëzit për shkak të një sëmundje nuk mund të shkojnë në tualet aq shpejt, ose njerëzit me artritë të rëndë mund të mos jenë në gjendje të zhbllokojnë pantallonat e tyre mjaft shpejt. Mosmbajtja e kombinuar është në fakt një mosmbajtje urinare ku ka shkaqe të shumta ose disa shkaqe të mosmbajtjeve të mësipërme. Kur duhet të shkoni tek mjeku? Ju mund të ndiheni të pakëndshëm me urinimin e pakontrolluar dhe mosmbajtjen e urinës, kështu që është një ide mirë të konsultoheni me mjekun tuaj. Nëse mosmbajtja është e zakonshme ose ndikon ndjeshëm në cilësinë e jetës tuaj, duhet të kërkoni ndihmë dhe trajtim mjekësor të specializuar. Këto janë rastet: urinimi i shpejtë dhe i përhapur i pakontrolluar. Nëse urinimi i pakontrolluar kufizon aktivitetet tuaja të rregullta dhe ndërveprimet shoqërore, rrit rrezikun e rënies së të moshuarve ndërsa nxitojnë në tualet. Shkaqet e zakonshme të mosmbajtjes së urinës. Mosmbajtja e urinës nuk është një sëmundje, është një simptom. Ky problem mund të shkaktohet nga zakonet e përditshme, nga dëmtimi i shëndetit bazë ose problemet fizike. Një vlerësim i plotë nga mjeku juaj mund të jetë i nevojshëm për të ndihmuar në përcaktimin e asaj që fshihet pas mosmbajtjes, ose cilat janë shkaqet dhe mënyrat ose metodat për të zgjidhur këtë problem ose për të zvogëluar ndikimin e tij negativ në zakonet e rregullta të jetës.